Kur kam ardhur në Amerikë, fillimisht kam ardhur me entuziazm shumë të madh, si unë dhe bashkëshorti. U lodha Odeta nëse mund të flas çfarë nga të kryerit seks, nga të kryerit të marrëdhënies që ta bëjmë jo për kënaqësi, por ta bëjmë për procesin që të sjellim në jetë fëmijën. Mori një letër të bardhë edhe i vënte skicat aty. Edhe na i sqaronte. Jam duke konsumuar drekën. Jam ulur këtu mes Baçës. Nuk jam vetëm, jam unë. Është shoqja ime Edlira. Hashimoto është shoqja ime ngushtë. Edhe IVF-i këtu. I shikoni? Jemi të tëra ulur këtu të katra. Bisedojmë. Debatojmë. IVF-in edhe këtë vit do e mbaj. Nuk do e mbaj me shoqe. Do e heqim. Hashimoton e kemi për kohë. Sa do vdesim, shoqe të ngushtë e kemi. Cik zezveke ajo. Acaruse, qelibare. Po t'ja gjesh gjuhën, shkon mirë me Hashimoton. Edlira, po ajo diplomatja, ajo do edukshmja. Ndërsa unë jam ajo që i drejtoj të katërta. Unë i jap drejtim, këshillim, i qetësoj, por ndonjëherë edhe kthej kokën se kam punë tjera për të bërë, gjëra tjera për të bërë. Ato kapen me njëra tjetrën, si ato femra që janë dhe zihen kështu lesh për lesh. Edhe kur kthehem unë s'di nga t'ja nis pasaj, por që po t'i mbash afër për ditë me disiplinë, të dëgjojnë edhe të binden, edhe ecën çdo gjë më se normale. Por duhet fokus, punë, vendoshmëri, përpikmëri e përditshme, se po i le të lanë jetish. Përshëndetje miq, e nisa sot emisionin me këtë video. Video e një nëne që më doli rastësisht në Instagram dhe pikërisht mënyra se si trajton shoqet e saj të ngushta, më bëri të mendoj që kjo është një grua, një nën e fortë dhe kontaktova Edlirën në Instagram dhe mësova që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i kërkova që ditën e sotme të ishte këtu në live me Odetën për të treguar këtë eksperiencë dhe për të sjellë mësime të vlefshme, por ndoshta edhe këshilla të vlefshme për të gjitha ato nëna që mund të ndodhen në një situatë të tillë. Historia është e dhimbshme e Edlirës. Ajo ka pranuar të jetë në live me Odetën, kështu që unë hap dritaren dhe e ftoj. Edlira, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jemi live nga cili vend i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nga shteti Missouri, qyteti St. Louisit. Sa vite u bë që jeton aty? Që në 2015 kam ardhur këtu me. Po. Pas ka shumë vite që jeton. Po, bashkë me bashkëshortin, një llotari amerikane prej bashkëshortit, ishim të martuar ndërkohë se jetonim së bashku, bënim studimet në Tiranë dhe një llotari amerikane e kam ngulur prej bashkëshortit, por jo e dashur prej meje. Sepse në fakt e di çka çaja më tepër, atë 5.000 lekshin sepse vlerësoja shumë në atë kohë. Kur bëhet regjistrimi për llotarin? Po mirë, ja bleti, ju keni vite që jetoni aty. Dhe çfarë vendi keni jetuar në Shqipëri? Unë nga Berati, bashkëshorti nga qyteti i Fierit, por nga fshatrat, jo nga qytetet, dhe studionim së bashku në Tiranë. Për çfarë keni studiuar? Po të pyes unë gazetarët? Po, patjetër. Me kënaqësi. Unë kam mbaruar fakultetin e tek shkencat e natyrës për matematik, bashkëshorti për fizik. Keni qenë në të njëjtin fakultet, fizik, matematik, të dy. Po, madje edhe shkëmbeshim kur bonim atë leksione, ai dilte unë hyja dhe kanë qenë ato emocionet atëre, kur unë përpiqesha të dukesha pak e bukur, lueja të buzët me li. Do të pyes emocion. Do të pyes edhe për historinë tënde të dashurisë, por e dashur Edlira, dua të tregohem transparente edhe për audiencën time që nuk mund të jek vetëm në Shqipëri, por edhe të shqiptarët aty ku jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë konsumoj shumë kohë
në faqe të ndryshme, Instagram, Facebook, konsumoj kohë, dhe mos në mbrëmje, ulem, hap dhe shikoj. Një ditë më doli një video e Edlirës, që ishte ullur tek ajo baçja e shtëpisë tënde dhe po konsumoje drekën. Dhe flisja aty duke prezantuar shoqet e tua. Në momenti që e dëgjova atë video, më bëri përshtypje mënyra se si i prezantoje shoqet e tua, se si silleshe me shoqet e tua, unë nuk dua të qash. Sepse është kam bërë intervista, dhe kjo është intervista e parë që kam parë me kaq vëmendje videot dhe është kapur pikërisht te videoja që unë më bën të ndjem emocionalisht, sepse është një video me shumë domethënie, pavarësisht se nuk kuptohet nga disa, por përcjell tepër mesazh. Unë nuk dua të prek sot, por sinqerisht më emocionove dhe thash, kjo vajzë është shumë e fortë. Të quajta, kjo është një vajzë që ka një energji shumë të fortë, mënyrën se si trajtoje të gjitha këto gjëra. Dhe thash, t'ja shikoj një profilin e Dirës, dhe hyra te profili jot dhe pash disa video. Dhe thash, këtë vajzë e dua tek live më odetën, ta kem dhe të më tregoj, dhe të më flasi dhe të përcjelli mesazhe të bukura ditën e sotme, sepse ndoshta në atë situatë që ti po e kalon me një energji të madhe, me një forcë të madhe, mund të ndodhen dhe shumë njerëz të tjerë. Edlira, Hashimoto, shoqja ime, the tek ajo video? Po, shoqja ime e ngushtë tashmë. Shoqja jote e ngushtë. Dua të më tregosh pak për gjithçka. Deri tek videoja e fundit që unë kam arritur të shikoj, kur ti del nga spitali, hy në makinë, mbytesh në lot, aty me bashortin tënd. Mund të na i tregosh të historinë? Ti e nëna e 2 fëmijëve, mos gaboj? Po, me IVF që të 2 fëmijët. Që të 2 fëmijët. Ndalim me momenti që erdhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ma trego këtë rrugëtimin tënd të bërit nën. Ajo ndjesia e parë që këmbgule për të bërë nën me fëmijën tënd të parë. Dita, kur kam ardhur në Amerikë, fillimisht kam ardhur me entuziazm shumë të madh, si unë dhe bashkëshorti, sepse imagjinonim krejt ndryshe Amerikën, jetën. Ne sapo kishim mbaruar studimet, mbarua masterit, bëra edhe një vit stazh në Tiranë, një nga gjimnazet e Tiranës, dhe ishim pa të ardhura ekonomike, kemi marrë në për shoqërinë tonë, miqtë tanë, kemi kërkuar ku 500 euro, ku 1000 euro, ku ranfronte dikush 2000, dhe mblodhëm atë shumë lekësh, ku bëm gjitha pagesat e dokumentave, morëm të ardhura me vete për t'i patur gjendje për të nisur rrugtimin këtu. Gjithashtu edhe bëm edhe disa pushime me ato lekët borxhi, tham që i morëm, të shfrytëzojmë. Jeta që kishim kaluar në Shqipëri, kujtonim se ishin vitet më të vështira të jetës, por asgjë nuk ishim përjetuar, po për ne dukeshin shumë madhore, si provimet që hasnim gjatë kohës apo pjesa ekonomike. Erdhëm këtu në Amerikë me entuziazmin shumë të madh dhe me curim për përpara. Gjuha jonë ishte shumë bazike, për më të them primare fare. Filluam punët ku na ofruan, ku aplikuam dhe kemi nisur punën në turn të tretë, 12 të darkës me 8 mëngjesit. Kemi punuar për gati 3 vite dhe në atë kohë, në atë stil jete që unë bëja, sepse punoja në fabrikë plastikësh ku prodhoheshin produkte plastike dhe puna e natës, ushqyerja, stili jetës më bëri që të rëndohesha fizikisht, emocionalisht, plus ishte edhe largësia, pavarësisht se kemi komunitet shqiptarë shtu, njiheshin, ndinin, por prapa ato kohë, dikush punonte paradite, dikush masdite, në turni 3, bashkëshorti bonte edhe 2 punë sepse duhet të shlyenim dhe borxhet që kishim dhe pas një viti të fillonim jetesën tonë, të mblidhnim diçka për vete dhe të nisnim jetën. Dhe
Vitin e parë vetëm kemi punuar të dy nga dy punë për të shlyer borxhet. Vitin e dytë, pasi erdhëm në Shqipëri bearin që kaluam një bear në Shqipëri dhe menduam të krijonim familjen tonë se tashme i kishim mundësit koha bashkëtesa, se ne bashkëjetonim në Shqipëri dhe menduam për një familje dhe duke filluar ato gjërat bazike tona, tentativet apo thjesht disa analiza të përgjithshme, çdo gjë dilte në rregull, por fëmia nuk po vinte pas 2 viteve tentim, fëmia nuk po vinte. Unë u diagnostikova me mos funksionim të tiroidës dhe vetëm kaq merja të dozën e ilaçit çdo mëngjes, por kaq më porcoll, të sheja ime dilte në rregull, por unë kam përjetuar 10 vite këtu në Amerikë, 11 tashme kanë qenë me të vërtet vitet më të errta, më të forta, më kanë forcuar, më kanë krijuar një jetë lirë tjetër tashme. Më stari në përfundime, por me të vërtet më ka ndryshuar si stilin e jetesës, personalitetin, të menduarit për jetën, për çdo gjë. Dhe nuk po vinte fëmia. Drejt me thënë kemi provuar çdo gjë që na është sugjeruar, gjëra popullore, fërkime, ha këtë gjë, ha dhe atë, sepse kur vuan dhe shikon pas çdo muaj, është stres më vete të vi fundi i muajit dhe të presësh ciklin edhe përjeton tepër, jo vetëm femra, por edhe partneri, dhe është një stres i përbashkët. Dëshira për të sjellë në jetë një fëmijë, e kuptoj çfarë do të thotë që pas 20 ditëve të presësh. Dhe ndonjëherë hormonet që bënin atë ndryshimin e vet dhe ti të vinte për të ëmbla apo për të kripura dhe bashkëshorti që brite me vrap në dyqan kujtonte se ishte shtatzane dhe më plotësonte ato dëshirat. Madje dhe Odeta kam lënë edhe punën, kur mendoja sepse ishte për shkak të stresit apo, por unë stresi nuk më vinte nga puna, stresi më vinte nga sikleti shëndetësor që kisha, nga përjetimet që isha duke përjetuar, se nuk po më vinte fëmia, plus edhe drejt me thënë ka qenë edhe pjesa e lartësisë së familjes. Prindrit e mi kanë qenë në një problem gjyqësor në Shqipëri në atë fazë, nuk kam pas asnjëherë, jo për krajën, por shikimin e familjes, edhe pse kam motër, kam vllaj, gjithkush ka qenë atë botën e vet dhe nuk jam kthyer të më pyesin o Edlir, si je, thjesht kur pyesni njerëzit kur do bëni një fëmijë, por kjo është vrarja më e madhe, pyetja më e rëndë që mund t'i bësh një femre. Dhe kërkuam të shkonim tek një specialist fertiliteti për të parë, për të kontrolluar më tepër, për të bërë kontrolle, se ginekologu thjesht ofronte disa analiza, kontrollin e mitrës, por jo tuba, duhet të vihet tek specialisti. Vajtëm tek mjekja e fertilitetit që tashmë është doktoresha ime dhe ka shumë rëndësi ana sociale dhe njerëzore e mjekut. Mund të mos ketë eksperiencë mjekësore, por ana njerëzore, mënyra e pritjes, e trajtimit të pacientit, koha që i jep, ne nuk dinim të flisnim mirë anglisht dhe na pritin në zyrë Odeta dhe e shikonim në kokër të syrit kur i thonë dhe mundoheshim ta kuptonim, dhe jo amerikane, indiane me prejardhje, po e rritur këtu dhe shkolluar, e pa që ne s'po arrinim të kuptonim, mori një letër të bardhë edhe i bënte skicat aty, edhe na i sqaronte. Dhe me atë që kuptuam sa që duhet kontrolloni tubat, mitrën, vezoret dhe bashkëshorti të bënte pjesën e vet analizave të spermës dhe nëse çdo gjë dali mirë, thash në dorën tuaj mund të hyni rrugës së IUI-s, IVF-it, apo mund të prisni në mënyrë natyrale. Kur të vi fëmia?
Po, dhe kontrollet që bëra çdo gjë më doli mirë Odeta, si vezoret, si tubat, sperma e bashkëshortit dhe egoa e brendshme nuk më linte, thoshja unë jam mirë, pse luftoja me veten dhe nuk e pranoja këtë gjë. Mentaliteti im ka ndryshuar tashme, por atëherë kam qenë shumë edhe pse e shkolluar ndonjëherë nuk e di nuk e di se çfarë e ndryshon mentalitetin e njeriu, ndoshta eksperjenca e jetës, nuk e di konkretisht çfarë, por nuk pranoja, bashkëshorti ka qenë për herë shtytës për krahas që ne të hynim rrugës IVF-it dhe mu desh kohë, ka qenë fundi i vitit 2019, kur atëherë plasi dhe pandemia, virusi. Mu desh të punoja 7 ditë me orare të zgjatura, sepse isha në një fabrikë, e ndryshova tashmë fabrikën, punoja në një fabrikë ku bëheshin sanitizer, hand soap, sapun duarsh, dhe ishte një fabrikë që ishte nevojshme për popullsinë dhe nuk mund të mbyllej siç u mbyllën gjithë pjesët e tjera. Dhe u lodha Odeta, u lodha nga ana emocionale, nga ana fizike, u lodha Odeta, nëse mund të flas troç fare, nga të kryerit seks, nga të kryerit marrëdhënies që ta bëjmë për jo për kënaqësi, po ta bëjmë për procesin që të sjellim në jetë fëmijën. Dhe gjithashtu ana shëndetësore imja rëndoi, po unë nuk e kuptoja. Dhe unë thjesht bëja atë kontrollin rutinë të tiroides, të shën FT4-ën që bënte endokrinologu apo mjeku i familjes, dhe kaq ishte rutina ime. Pranova të vija tek mjeku i fertilitetit, siç e thash atëherë për herë të dytë tashmë, me idenë që të vazhdoja procedurat e IVF-it. Më këshilloi IUI-n apo IVF-in, më sqaroi të dyja procedurat dhe unë pranova direkt IVF-in sepse doja sukses, doja fëmin. Dhe E dashur Elira, ndërkohë mund na shpjegosh të dyja procedurat edhe për njohuri për gjithë ata që na ndjekin? Me fjalë të thjeshta. Me fjalë të mia, sepse nga termat të mjekësor, shkencor, nuk i di. Atëherë, IUI-ja është një proces po artificial, ku femra mund të marri mjekimet nga mjeku dhe vezët e saj qëndrojnë në barkun e saj, nuk nxirren jashtë, dhe me anë të procedurave mjekësore, sperma e partnerit injektohet direkt në vezore, ose mund të bësh edhe proces natyral. Mjafton të marrësh vetëm mjekimet e mjekut dhe në ditët e ovulimit të bësh procesin seksual me partnerin për të ngel shtatzan. Ndërsa IVF-i është po proces mjekësor, po me ndryshim nga i pari, sepse je në një kontroll më intensiv dhe procesi është më i gjatë. Ti merr këto mjekime për rritjen dhe zhvillimin e vezëve, po vezët e tua je i detyruar t'i heqësh nga vezoret dhe në laborator bëhet bashkimi, por në mënyrë natyrale kjo, sepse ndryshon IVF-i dhe procesi tjetër që është ICSI-ja, ku zgjidhen spermat specifike të partnerit dhe injektohen në përvezore, ndërsa unë kam bërë procesin ku sperma dhe vezët bëhet bashkimi në mënyrë natyrale vetë në ambientin laborator, dhe sa vezë të plenohen, dhe këto vezë vëzhgohen nga dita e parë deri në ditën e 3 dhe në ditën e 5. Unë kam embrione të ruajtur në ditën e 5 të vëzhgimit. Nuk kam bërë asnjëherë të ditës 3. Tu është edhe diçka Odeta, sepse në ditën e 3 mund të bëhen dhe transferim të embrioneve të freskëta. Do me thënë, para 3 ditëve femra e heq vezoret dhe në ditën e 3 bën transferimin e embrionit. Por kjo ka suksese, ka dhe më suksese, po unë nuk e kam praktikuar dhe nuk e sugjeroj, sepse në ditën e 3
femra është akoma në efektin e hormoneve, mitra është akoma e stresuar, nuk ka vajtur në muskulaturën e vet, hormonet s'kan vajtur në balancë, çdo gjë është, trupi është akoma në stres, ti nuk je i qetësuar nga ana emocionale, nga ana fizike, dhe unë kam bërë embrion të ditës së 5 po të ngrirë, sepse këta embrione i kam çuar për test gjenetik, kromozomik të embrioneve, dhe kjo është një zgjedhje e çiftit, do apo nuk do, po ka klinika që ofrojnë, klinika jone ofronte dhe ne e pranuam, por ka dhe diçka që gjenetika, testi kromozomik i embrioneve ka anë pozitive të veta, po ka dhe anë negative, sepse gjatë bërjes së testit kromozomik embrioni edhe mund të dëmtohet, por mund të mos ketë atë fuqinë, dhe mua më ka ndodhur me rastet e mia gjatë rrugëtimit, dhe që të bëhet ky test kromozomik tek shteti jo nuk ofrohet në Florida dhe në Texas, dhe duhet diku 2 deri në 3 javë që ka embrione të kthehen. Dhe gjatë kësaj faze, Odeta, unë kam bërë kontrollin e mitrës për polupse, copzamishi, sepse gjatë marrjes së stimulimit për rritjen e zhvillimin e vezëve nga hormonet e tepërta të mëdha për një kohë të shkurtër, këto polupse krijohen, dhe këto krijohen nga ndryshimet hormonale. Dhe këto janë një pengesë tepër e madhe për kapjen e embrionit, e pengojnë, plus e për zhvillimin, për ecurinë e shtatzanisë, dhe është me patjetër detyrim që të bëhet kontrolli i mitrës për polupse. Gjithashtu edhe para çdo transferimi unë e kam bërë këtë kontroll për të vëzhguar nëse kam zhvillim të polupseve apo jo, por asnjëherë nuk kam pas më vonë, pavarësisht se nuk kam pasur, unë e bëj si rutinë. Dhe dua të them faleminderit se i ke sqaruar në mënyrë perfekte të dyja këto procedura, të kuptueshme, qartë. E dashur Edlira, dalemi te koha e pandemisë, kur mësove që brenda vetes po sillje një krijesë të re. Fal kësaj procedure. Fal këtij procesi. Dëgjoj, Deta, ne ginekologu apo ne personalisht pasi nuk kemi më sukses pas disa muajve, pas një viti, gjëja e parë që themi është të vraprojmë drejt IVF-it. Vërtet shkojmë drejt IVF-it, por ne duhet të përgatisim trupin, duhet të përgatitemi për kualitetin e vezëve tona. Dhe unë kam shkuar në një moshë 33 vjeçare, pa kontrolluar fare, as vitaminën D timen, as sekurin, as mineralet e mia, asgjë. Po e kam marrë trupin dhe e kam çuar atje te qendrat e fertilitetit dhe merja injeksionet për rritjen dhe zhvillimin e vezëve. Nuk e dija se çfarë donte IVF-i. Nuk e dija ku e kishte kleçkën IVF-i për të pasur suksesin. Me shpresë të madhe, me besim dhe me bindje që kur herën e parë Odeta ti mendon që brenda vitit do e kesh atë fëmijë. Po pasi kalon raundin e parë, raundin e dytë, ke mos suksese, i di, i mëson, atëherë të bie ai ritmi, ai mosbesimi, ai. Dhe unë vajta, shqyr Zotit, pata sukses, them shqyr Zotit Odeta, sepse nuk e di sinqerisht, nuk kam bërë as gjërat më bazike që tashmë bëj. Merja një multivitamin prej vitesh, për atë multivitaminën thjesht e blija këtu. Ka edhe farmaci, po mund t'i blesh edhe në për supermarketet. Dhe merja të multivitaminën dhe nuk i kushtoja fare rëndësi kualitetit të saj, thjesht e pija dhe kaq. Nxora një numër të konsiderueshëm vezësh, 28, por 8 gjatë rrugëtimit edhe mund të prishet gjatë nxjerrjeve, por edhe disa nuk rriten në diametrin e dur për plenim, disa kalojnë atë diametrin e dur për plenim dhe prap nuk dojnë, dhe 20 vezë ishin të mira në diametrin e dur, por të plenuar dhe u vendosën në laborator, dhe në ditën e parë, të dytë, të tretë dhe të pestë më përfunduan vetëm 3 embrione e çova për test kromozomik, pavarësisht se mua më merrni për ditë Odeta, më lajmëronte qendra e fertilitetit. Këtë ditë ke kaq embrione, këtë ditë unë nuk e kuptoja, nuk i dija, drejt me thënë, thjesht i hyra te rrugtimit, asgjë nuk dija se çfarë më vinte pas këtij veprimi, thjesht i besova
mjekes time se ka shumë rëndësi besimi ndaj mjekes dhe i besova verbërisht, nuk e di pse. Edhe më kthyen vetëm 2 embrione të shëndetshëm kromozonikisht, por ndërkohë këta pavarësisht se janë të shëndetshëm kromozonikisht, këta emërtohen në bazë të shkronjave dhe numrave për kualitet. Dhe kisha kualitet AB djalin dhe embrioni i dytë po djalë ishte BB. Fillimisht nuk I dija gjenetikën sepse nga ky test kromozomik përveç se shikohen gabimet kromozomike për më tepër apo për më pak apo sindroma Down apo sindromat e tjera, shikohet dhe gjenetika femër apo mashkull. Nuk pyeta për gjinin atë kohë, doja vetëm embrioni më të shëndetshëm, të kisha sukses, kaq doja, të kisha fëmijë. E transferova djalin, ka qenë 10 shkurti I 2020-s, 2021-shit më fal, dhe në nëntor të 2021-shit shkivje. Linda djalin shkivje. Eri djali. Po, dhe po ecte çdo një gjë mirë, shtazania este, shishir zotit, djali po zhvillohej, barku ritej, unë nuk arria Odeta ta kuptoja, truri im akoma nuk arrinte ta pranonte dhe ta kuptonte që unë po zhvilloja në barkun tim një fëmijë, aq e pamundur më dukej, qaja, nuk besoja që sepse deri në javën e 12 më ka ndjekur mjekja e fertilitetit dhe unë kam bërë gjylpëra progesteronit deri në javën e 12, çdo natë I bëja në muskulatur, vazhdoja akoma me të njëjtën protokoll dhe më pas kalova te ginekologja ku trajtoi një shtatzani normale, diqeshin rutinat normale. Mjekja thoshte shumë mirë, po esën çdo gjë mirë, jo thoshja ka diçka. Edhe pasi e linda djalin Odeta dhe ushqeja me gji po me qumshin tim së pompoja të plot gjirin deri 14 javë djali, më fal 14 muajsh. Unë nis për një lindje natyrale, përfundoj në C-section. Rikuperimi që mirë, I mirë, me ritme të mira. Djali në fakt e diagnostikuar me mos funksionim të tiroides, me një TSH tepër të lartë. Dhe priteshin bashk analiza gjaku pas një jave, pas 2 javësh për të parë se sa do ulej TSH-ja e tij, dhe a kishte probleme tiroidin apo thjesht ishte hormoni I trurit, sepse TSH-ja është hormoni I trurit dhe jo I tiroides. Dhe u desh në javën e 3 të lindjes djali të kapte endokrinolog dhe të merrte ilazh steroide si sulmar dhe vazhdon akoma sot djali e merr për dozën më të ulët, 25 është doza më e ulët, këtu ai merr gjysmën e 25-shës. E kisha shumë të vështirë të pranoja, sepse vetëm thova që e pija atë ilazh çdo ditë. Dhe por me djalin e kisha të vështirë, plus ai bebi edhe më jepte problem se ajo është kokër, duhet ta shtypje mirë, edhe ta pinte. Në fakt ishte pak e rëndë nga ana psikologjike. Ta pranoja. Por gradualisht e pranova dhe shikoja ecurinë e djalit që ai zhvillohej, ritej. Dhe shqyr zoti nuk e di a bën në Shqipëri këto Odeta jo, por mungesa e atij ilaçi mund të ndikonte edhe në mos zhvillim të mirë të djalit nëse nuk kapej në kohë. Dhe ishte shumë problematike si në zhvillim fizik ashtu dhe në tru. Po shqyr zotit këtu është në protokoll, se ka edhe këtu shtete në Amerikë që nuk e bëjmë, po këtu Missouri shteti jon e ka, si protokoll e bën çdo nënë, jo vetëm nënat që kanë mos funksionim të tiroides. Është në protokoll, siç janë disa sëmundje të trashëgueshme që kanë këta, bëhet dhe pjesa e tiroides.
Dhe djali 1 vjeç e gjys mendova diku nga shtatori 2023 të transferoj embrionin e dytë. Të bëhesh nën për herë të dytë. Po, të bëhesha nën për herë të dytë, po stili im I jetës së deta vazhdonte po I njëjti. Dhe unë vazhdoja merre atë dozën heteroides kaq, asgjë më tepër. Por unë e kam pasur në sistem Hashimoto deri në vitin 2018 që unë kam qenë e diagnostikuar me Hashimoto, por nuk më shpërcjell ose ndoshta mund të jetë me gjysmë zëri nga mjeku I familjes, por unë se kam kuptuar, nuk e di si qysh tek është na shkaluar kjo gjë apo s'është marrë vesh prej meje, ndoshta unë s'jam kuptuar, nuk e kam idenë odeta. Por unë që kam bërë analiza, ka qenë viti 2018 që bëra analizat e tiroidit që mora ilaçin që merja çdo muaj. Dhe në atë kohë është bërë edhe Hashimoto's, por nuk e di pse, nuk e kam marrë vesh, se kuptoj këtë pjesë akoma. Se mjeku im I familjes është ndryshuar dhe nuk mund të mbaj përgjegjësi mjeku I ardhshëm I familjes dhe të më thojë që kush ka qenë asaj. Dhe transferova embrionin e dytë, bëra një konsult para kohe me mjeken. Nuk po më linte ajo e brëndshmja për të pyetur për gjininë tashmë, me bindje, nuk e di pse, mendoja si ishte vajzë, dhe më tha, ajo është goca, e po mirë mërzita pak drejt me them. Do të ishte në djembe. Por të bëj një pyetje, rrugëtimi me djalin ishte I vështirë për ty apo dëshira që të bëje një fëmijë nuk të duk fare I vështirë çdo gjë që kalove? Nuk është dukur e vështirë pjesa e shtatzanisë rrugtimi me djalin. Bile kam kaluar shumë mirë. Unë kam pas më para episode më të rënda kur I thon nga ana emocionale, kam qenë më keq odeta. Dhe pjesa gjatë shtatzanisë nuk më ka rënduar as pak. Edhe kështu vendose të bësh së bashku me bashortit, të cilën jetë një fëmijë të dytë. Po, dhe unë në fakt doja të nxirja prap vezët për të patur më tepër embrione, sepse doja më tepër fëmijë se sa 2. Duke mos e ditur fare se çfarë më priste, do kisha sukses me ato embriona, apo jo. I thash bashkëshortit, tha, o Edlir, nuk kemi më mundësi nga ana ekonomike, se IVF-i këtu është një pagesë shumë e lartë, pavarësisht se je në Amerikë shumë I shtrenjtë. Siguracioni shëndetësor që kishim nuk na mbulon, shumë pak siguracione mbulojnë pjesën e IVF-it, nuk e mbulojnë dhe me djalin I kishim lekët e mbledhura sepse punonim të dy. Me transferimin e embrionit të dytë kishim disi lekë, po më vonë pastaj nuk kemi pas sepse unë jam shkëputur nga fundi I nëntorit të 2019-s dhe nuk jam kthyer më në punë dhe është tepër e vështirë një person si edhe në Shqipëri, por të kesh këtu janë kredirat, çdo gjë, shtëpia, makinat, IVF-i është pagesë shumë e lartë. Por gjithashtu të ofrojnë edhe ndihmë, manovron odeta, pavarësisht se nuk e ke lekun të sejvuar, të mbledhur gjendje në bank, ti mund të shfrytëzosh Mastercard-at që mund të kesh me limitet e tyre. Ka mundësira aty. Odeta, ka mundësira plot, për fëmijë ka mundësira. Nëse ti e ke trurin e plot të saktë, nëse mindseti jote është I lartë, odeta, ti e gjen zgjidhjen, e krijon, e shpik, e gjen zgjidhjen nëse ke këtë të saktë. Dhe nuk kemi mundësi, tash unë do ta mendoj, tash po e lë në dorën tënde, prit 1 ditë, 2 ditë, më kthente përgjigje, nuk po më kthente përgjigje, I kishte të vështirë të më thoshte po apo jo. Dhe duke menduar vetëm për bashkëshortin dhe për pjesën ekonomike, pavarësisht se ndjesia e brendshme dhe në zemra më thoshte Edlir, dua me fëmijë, e lash me aq të transferoja embrionin. Mjekja më sugjeroi që, dhe kam bërë miqje se kam dëgjuar, se ndonjëherë edhe nuk do të dëgjuar mjekja, më tha që nëse ti dëshiron të bësh akoma më tepër fëmijë, më mirë nxjerr vezët para transferimit, I mban ato vezët në ngrirje dhe më pas bën transferimin, se mbase mund edhe të ngelesh shtatzan dhe mosha jote sa vjen edhe rritet, edhe unë isha diku 35 vjeçë në atë kohë, edhe me vajzën.
Jo, akoma s'kam majtë vajzë. Jam tek embrioni i dytë nga vezët e para. Qartë. Po, dhe bëra në shtator të 2023-shit, transferova djalin e dytë. Unë i konsideroj fëmija, ata djalë vajzë, nuk i them embriona, po dhe nuk pata sukses Odeta, nuk që një shtatzani me test pozitiv, nuk u kap embrioni, dhe aty më zbuluan, sepse tiroidja ime ishte për herë, pasi më jepni një dozë 88 që më ule shumë tepër, më jepni 75, më ngrije shumë lart, dhe ata donin që të sheja ime të ishte 9.2.5, dhe kjo është rekomanduar dhe këshillueshme për fertilitet të sheja mos të jetë më tepër se 2.5, 2 e poshtë është më mirë, dhe mjekja ime dyshoi për sëmundjen Hashimoto, bëra analizën dhe aty më tha që ke Hashimoto. Ishte një nuk dija që të beja të qaja që nuk pata sukses apo të qaja që unë nuk diagnostikova me një sëmundje. Nuk dija se çfarë ishte, sepse edhe mjekët nuk flasin për të sëmundje, por flasin vetëm nëse ti ke mos funksionim të tiroidit dhe t'i japin atë ilaç. Kapa endokrinologen, se nuk kisha endokrinologe, që e kam tashme, dhe e thot për herë që nuk kam që të bëj për Hashimoton tënde. Për mua mjafton që të shëja jote të jetë në vlerat e dura për të jetuar edhe për mos të pasur simptomat, por nuk mjafton vetëm ai ilaç që në marrim, sepse unë vërtet merja ilaçin Odeta, të shëja ime ishte edhe në vlerat e saj optimale, 9.2, FT4 ime ishte në vlera normale, për asnjëherë në vlerat optimale, dhe asnjëherë nuk isha bërë analizën e FT3-shit, ku FT3-shi është ai hormon që hyn në qelizat tona dhe jo të shëja dhe FT4. Dhe unë kisha një pakic, e kisha në vlerën më të ullët atë FT3-shin, dhe si mund unë të isha në gjendje të mirë fizike, emocionale, të jepja kualitet vezëve të mia, apo të kisha një ecuri të shtatzanis, apo të kisha një shtatzani natyrale. Dhe unë i futa me kokë studimeve. U bëre mjek e vetes. Po, jam bërë mjeke e vetes edhe e djalit, sepse unë bëra dhe analizën e djalit, dhe djali është diagnostikuar me Hashimoto, 2 vjeç e gjysmë, ka po të njëjtën shoqe, shoqen time, dhe nga shtatori pasi u qetësova, tetori fillova deri në dhjetor unë jam kujdesur për shëndetin tim, kam bërë një stil jetese krejt ndryshe, duke nisur nga ushqyerja, nga hidratimi, nga gjumi, nga aktiviteti fizik, nga pjesët e eliminimit të toksinave në detergjente, në sapun, në antidjerës, në parfume, duke eliminuar më tepër pesticidet në ushqime, aromat, parfumet, enët e kuzhinës Odeta, i kam ndryshuar të gjitha, ndryshova vlerin e suplementeve më me kualitet, dhe unë jo për mburje, po është fakt, për 2 muaj e gjysmë, sepse në dhjetor kam bërë heqjen e vezëve të dyta, u binda, i thash bashkëshortet e lutem edhe këtë herë, dhe ai ishte pak skeptik që pse po pika shumë, pse po bëm këtë ndryshim, pse po bëhesh psiqike, pse po fiksohesh, por isha e bindur që ai ishte rrugtimi që unë duhet bëja, dhe mosha 35 vjeç, se unë dhjetor kam ditëlindjen, dhe nxora 35 vezë më tepër, nga që nxora në moshën 33 vjeçare, 30 vezë ishin të kualitetit të mirë që qëndruan për planim, dhe unë krijova 20 embrione, dhe këta 20 embrione në ditën e 5 më rezistuan 11 embrione. Pra, stili jetesës, ndryshimi gjithçkaje që i vure detyrë vetes, solli këtë gjë. Sa e rëndësishme është. Edhe pse mosha më e madhe. E pra, që është edhe në moshë të madhe, dhe stili jetesës është gjëja më e rëndësishme. E qartë. Shumë, jo vetëm për fertilitet, por për gjithë shëndetin. Është e vërtet. Dhe
i çova për test kromozomik dhe më kthyen 8 embrione, ku nga këta 2 ishin u quajtën, konsideroheshin mozaik. Mozaik do me thënë që kanë probabilitet të lartë për të pasur gabime kromozomike apo gjenetike, sëmundje të tilla. Konkretisht dhe aq me detaje nuk e di, se nuk kam pyetur, se nuk i konsiderova fare, por i kam në ruajtje. Ka njerëz që edhe i transferojnë dhe kanë shtazani dhe një beb shumë të shëndetshëm. I pranojnë. Unë nuk i kam pranuar, por i kam akoma në ruajtje dhe i paguaj. Dhe 6 ishin të shëndetshëm kromozomikisht dhe të kualitetit shumë të lartë, Odeta. Dhe unë kualitetet më të dobta kisha 2 vajzat, sepse kisha 4 djem dhe 2 vajza, dhe kualiteti më i dobët, vajza që unë kam sjellë në jetë, që është BB. Unë shkurt, në 19 shkurt, kam transferuar embrionin e parë djalë nga vezët e dyta të nxjera, kualiteti super i lartë. Mjekja ime pati një aksident dhe nuk u paraqit në klinik, dhe kolegja e vet më bëri transferimin dhe jam e bindur, sepse unë rrugtimin nga cerviksi në mitër nuk e kam të drejtë, por e kam diku si mjekja e përshkruan me kënd, dhe mjekja për herë vuan do ata hagën atë më të gjatën për të bërë rrugtimin dhe të më hapusi embrionin në qendër, dhe kolegja e vet u përpoq, por nuk i arriti, nuk e dinte historikun, dhe ngela shtatzan, dhe në javën e 6 këtu bëj ultrasound eko e parë për të parë rajet e bebit, dhe nuk gjetën asgjë, dhe u konsiderua një shtatzani jashtë mitre. Dhe më duhet të vija në farmaci Odeta të blija gjylpërën, $10 gjylpëra, edhe ta çoja te qendra e fertilitetit dhe ata të ma bënin dhe unë të ndaloja atë shtatzani. Ishte e rënd, më tepër për bashkëshortin, pati nevojë edhe për psikolog, po ai nuk pranon se shkon der. Asnjëherë s'pranon të ketë ndihmë sociale. Unë ngriva, Odeta, nuk e di pse ngriva emocionalisht, më kapi një mlef, një inat i brendshëm, doja me patjetër sukses, e kisha ndaj mjekes, dhe ajo mlef i brendshëm, ato emocione të ngrira vazhduan më pas në qershor me shëndetin e djalit, i cili psoj 2 herë të fikët dhe nuk e dinim se e quam në spital. Edhe ata dyshoni, jo për rajet e zemrës, ka probleme zemrën, jo epilepsi, bëri 24 orë vëzhgim nga pjesa e trurit me aparatura. Kam vojt shumë me pjesën e djalit dhe doli Odeta që djali kishte vetëm anemi, ferritinën e ulët, dhe këtu ndonjëherë mjekësia të sjellë shumë vërdallë dhe kapin me gjërat shumë të mëdha, por nuk shikojnë gjërat bazike, ato që janë thjesht me një analizë gjaku dhe ta shqyrtojnë atë. Dhe djalit i desh 4 herë IV, serum hekuri, për të marrë, dyshonin mos kishte ndonjë problem me aparatin tretës, me sistemin tretës, ndonjë ulcer, i bënin ato analizat e jashtëqitjes për të parë nëse kishte prezencë gjaku, nëse kishte parazit, asgjë nga këto. Do vinim në fazën që të bënte sondën për stomakun, nëse kishte inflamacion, por dhe nga pjesa e poshtme, nga zora e trash,
vajtëm në fazën për të firmosur që djali të vijej në Alkoz për ta bërë këtë proces, për shqyr zoti djali pësoj një kthes, sepse i filloi ushqimin edhe unë si andava lembun e kockave Odeta, që vazhdoi dhe sot e kësaj dite dhe djali ka bërë një super kthes, duke pastruar ato inflamacione që kishte në sistemin tretës, në zorrët, që i rinte barku kaq i madh se vetëm qumë shpinte, edhe pasaj pjesa e vitaminës D. Unë fakt kisha disa foto, po i hoqja sepse nuk shikoja dot në Instagram, i bësh një syt nga kaq, ku ngrihesh nga gjumi, sepse kisha albuminën e ulët dhe proteinën e ulët, dhe duke lexuar Odeta i rita vitaminën D, edhe këto po përmirësoheshin duke i pastruar inflamacionin në sistemin tretës. E çova tek GI, tek ai gastrologut, dhe ai tha, ndryshoj, tha, ndaloj qumshin djalit, tha, dhe jepi ushqim, tha, dhe do e shohësh, tha, që djali do ketë një ndryshim. Me të vërtetë i thosha, ma beso, më tha. Dhe me të vërtetë, edhe tani që kam filluar studimet për pjesën e sistemi tretës dhe të hormoneve, i them po, është e vërtet, sepse sidomos sëmundjet autoimune, pavarësisht se është se djali ka sëmundje autoimune, pavarësisht se është një gabim gjenetik, problem gjenetik, se sëmundjet autoimune këte kanë gabimin gjenetik, problemin gjenetik, plus lidhen me sistemin tretës, gut health këtu, plus ka edhe atë triggerin, atë ngacmusin, atë acarusin që ngacmon këtë gjenin. Dhe gjenet tona nga këto varen, që i bën ato që lizat off edhe on, duhet jetë ai ngacmusi, ai acarusi i jashtëm. Dhe djali kishte këto, dhe unë punova, sepse kisha punuar me veten time dhe kapa, siç do të thotë kjo sëmundje. Dhe por pavarësisht se i bëja këto gjëra nga ana fizike, ana emocionale më rëndoi tepër. E dashur Edlira, duke menduar që po kalojmë çdo minutazhi për ditën e sotme dhe historia juaj është vërtet interesante, vlen për të dëgjuar dhe kjo eksperiencë mund të ndihmojë shumë nëna të tjera, do të më lejosh që sot ta mbyllim këtë live dhe nesër në të njëjtën orë të lidhemi sërish së bashku për të vazhduar pjesën tjetër të historisë. Patjetër, kënaqësi e madhe Odeta. Mirë, unë të puth, të përqafoj dhe takohemi nesër, live ora 10. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë dashur miq, për shkak të minutazhit, më duhet ta mbyllja me Edlirën intervistën për ditën e sotme, por ne do të vazhdojmë rrëfimin sërish nesër, live ora 10, me të tjera detaje që Edlira do na japi dhe sinqerisht e falenderoj këtë nën dhe ju uroj më të mirat e kësaj bote, kështu që mos harroni na ndiqni nesër live ora 10. Ju falenderoj të gjithë dhe ju që duat me mua deri në minutën e fundit të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni, por më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite live ora 10 më gjeni këtu. Faleminderit miq, takohemi nesër.